Kush po i thot drenicës, zemra ime lasht. Kush po i thot shqiptarit, eja luftojnë bashk. Fletat e mjashari, shtatin sa një mal. 100 jeti kisha për flamurit fal. 100 jeti kisha për flamurit fal. Kush e pas ka zemrën me 100 rufe. Kush i prin Kosovës me ushtri të re. Kush e ka Gjerdanin me 1000 fishet. Vacat e mjashari që nuk din me vdek. Vacat e mjashari që nuk din me vdek. Kosovë këndon, këndon prap në gati. O jo s'ka vdek, a vdek komandanti. Kosovë plakon, plakon prap mishtari. O jo s'ka vdek, a vdek legjendari. Kush po më jep zemër, luftën ta fitoj. Kjo Kosova ime, lind dhe rrit heroj. Kush e jep kushtrimin, ta fitojmë lirin. Shqipja e Drenicës, legjendari yn. Shqipja e Drenicës, legjendari yn. Kur nuk mund të shkelet shpirti kosovar. Kur naturët zjarri e ndali me zjarr. Kush jala shqiptarit mallin amanet. Lirin e Kosovës gdhenden i mbidjet. Lirin e Kosovës gdhenden i mbidjet. Kosovë këndon, këndon prap në gati. O jo s'ka vdek, a vdek komandanti. Kosovë plakon, plakon prap mishtari. O jo s'ka vdek, a vdek legjendari. E nderuar familje Jashari, të nderuar ish ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar familjeve të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, nga Forcat e Sigurisë së Kosovës, nga Policia e Kosovës dhe nga Kuvendi Komunal i Prishtinës.
të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar të gjithë të pranishëm. Në emër të Asociacionit për Kulturë, Edukim dhe Arsim Makeja, përzemërsisht përshëndesim marrëdhjen tuaj. Ne erdhëm edhe një herë për të përkujtuar një nga ngjarjet më të dhëmshme dhe më krenare të historisë shqiptare. Rënien heroike të një familje atletare, të një familje trimash, të familjes së Bas Shabanit nga Prekazi i Drenisës, që ndodhi 15 vjet më parë në një gjendje të robërimit të thellë nga ana e Serbisë. Sot ne erdhëm edhe një herë, por ky titull i këtij tubimi nuk u bë për ne. Qëllimin e këtij emërtimi do ta kuptojmë përmes programit kulturor artistik dhe fjalimeve që në vazhdim do t'i përcjellim për ju. Por t'ju lënë rastin mësavirëve special që sot prezantojmë para juve, ftoj profesoreshën Mariela Prokni të mbajë një kumtesë të përgatitur enkas për sot. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, ndjehem e nderuar që qëndroj sot para jush këtu dhe flas në nder të dëshmorëve të Adheut, familjes së Jasharajve dhe komandantit Adem Jashari. Dhurata më e çmuar që është dhënë popujve është liria, por kur jeton i lirë ndonjëherë nuk di ta vlerësosh atë. Të lindësh i lirë do të thotë se ti po trashëgon nga paraardhësit e tu gjën më të vyer, gjën më të shtrejtë, gjën më të bukur. Të jetosh i lirë do të thotë se ti po ecën mes bekimeve të nënave që po përcjellin djemt e tyre për luftë, mes jehonave të pushëve që janë shkrepur ndër shekuj, do të thotë se ti po shkel mbi barin e ujitur nga gjaku i dëshmorëve. Janë luftëtarët ata që i dhuruan lirinë Kosovës. Janë dëshmorët ata që si çmim për lirinë dhanë gjën më të shtrejtë, atë që njeriu i jepet vetëm një herë në jetë, dhe është e papësirishme jetën e tyre. Për lirinë e Kosovës mbyllën sytë për gjithmonë shumë trima, të bindur se do t'u linin pas trashëgimtarëve të tyre një jetë pa hekura dhe plot buzëqeshje. Dheu që shkelim, shkollat në të cilat shkojmë, gjuha që flasim, madje edhe gëzimet që ndajmë bashkë, janë bërë tonat në saj të sakrificës së madhe që bëri për lirinë familja e Jasharajve. Kjo familje me Adem Jashari në krye u bë simbol i lirisë dhe pavarësisë dhe hapi një kapitull të ri në historinë e popullit tonë. Familja e Jasharajve pagoi një çmim shumë të lartë për të na dhuruar lirinë. Flijimi i tyre, megjithse me përmasa tragjike, shërbeu që Kosova sot të qëndrojë në këmbët e saj, koklartë e ballhapur. Flijimi i tyre i tha jo dhunës, i tha jo vrasjeve, i tha jo masakrave, i tha jo rrëmbimit të tokës, kësaj toke ku jetuan i lirët, kësaj toke që theu parmenda e stërgjyshërve tanë, kësaj toke që të gjithë erdhën ta merrnin, por përsëri të gjithë shkuan durar bosh, e ne mbetëm shekull pas shekulli, sepse jemi të rrënjosur në këtë tokë. Adem Jashari jetoi për Adheun dhe i kushtoi atij vitet më të bukura të jetës. Duke parë Kosovën në thundrën e robërisë, ai bashkë me bijtë dhe bijat e këtij vendi ngriti në këmbë një ushtri që do t'i kthente dinjitetin kësaj toke. Dhe në fund, për hir të dashurisë së tij për të, për hir të dashurisë për popullin që gjallonte në këto troje, i fali edhe gjakun. I fali trashëgimtarët e tij të dashur, i fali paraardhësit që i dhuruan jetën, duke e ditur se në fije të perit varej e tërë trashëgimia e një populli, e tërë trashëgimia e trojeve të Kosovës. Sakrifica sublime e familjes së Jasharajve, akti i tyre heroik, tashmë është vendosur në altarin më të lartë të vlerave shqiptare dhe ka zënë vendin e saj në historinë e popullit shqiptar. Historia jonë në faqet e secilës janë gdhendur bëmat e dëshmorëve na tregon se liria është një dhuratë e shtrejtë, të cilën brez pas brezi shqiptarët e fituan duke larë me gjakun e tyre çdo pëllëm të kësaj toke që na e lanë trashëgim. Ndonjëherë vdekja është rruga që çon drejt pavdeksisë. Të vdesësh do të thotë të jetosh përgjithmonë. Adem Jashari jeton sepse heroikisht u bë therror për Kosovë. Adem Jashari jeton sepse i doli para vdekjes për të na shpëtuar neve. Adem Jashari jeton sepse emri i tij është gdhendur në ninullat që u këndojnë nënat foshnjave kur i mëkojnë me gji. Adem Jashari jeton sepse është simbol i lirisë së Kosovës, e për sa kohë ai u bë streha e Kosovës, e tash Kosova është streha e tij. Liria është dhurata më e bukur që na është dhuruar. Ne kemi marrë falas, por kjo nuk do të thotë se për të nuk është paguar një çmim, dhe çmimi ka qenë i paçmueshëm. Prandaj, le ta gëzojmë lirinë dhe le ta ndërtojmë lirinë që t'u lëm trashëgim pasardhësve tanë një jetë pa hekura dhe plot buzëqeshje. Faleminderit.
Ju falenderit profesoresh. Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim Akeja, si organizues i këtij tubimi, në koordinim me Ministrinë për Kulturë, Rini dhe Sport dhe Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport, Kuvendi Komunal Prishtinë, është i nderuar që sot ndan me ju një pjesë të kohës dhe përkushtimit. Prandaj ftojmë Zotri Bashkim Mehanin, ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në emër të Akejas të mbajë një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm, nderuara familja Jashari, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, Zotri Buja, Zotri Daci, të nderuar familjar dhe pjesëmarrës në këtë tubim përkujtimor, ju falenderoj nga zemra që gjetët kohë të jeni pjesëmarrës në këtë takim, i cili organizohet pas një konkursi letrar në esej dhe poezi kushtuar rënjes heroike të familjes Jasharaj, dhe që edhe njëherë na bën të vetëdijshëm se sakrifica dhe kontributi i kësaj familje çdo herë më tepër është frymëzim në të gjitha porët e jetës, prandaj edhe në aspektin letrar dhe të poezisë. Duke mos një marrë nga koha, pasi që në vazhdim programi veç do t'jetë enkas i përgatitur për këtë përkujtim, ju falenderoj edhe njëherë dhe shpresojmë që aktivitetet e tilla të vazhdojnë në përkujtim të gjithë dëshmorëve dhe njëherë lutim Zotin që t'i ketë mëshiru dhe t'i ketë shpërbly me shpërblimin e tij. Ju falenderit. Ju falemderit, Zotri Mehani. Në pamundësi për të ardhur sot, familja Jashari ka përshëndetur këtë tubim. I falenderojmë. Ftojmë që të marrë fjalën Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Zotri Ram Buja. Të nderuar anëtar të familjes Jashari, pavarësisht që janë këtu prezent fizikisht, mes transmetimit që mund të bëhet, pjesëmarrës të këtij tubimi që keni nderuar veten sot në radhë parë dhe pastaj sakrificën e këtyre burrave që kanë rënë për lirinë e dheut, i nderuar Zoti Daci, deputet të Parlamentit të Kosovës, qytetar, bashkëluftëtar të këtyre burrave dhe korifejve të mëdhej, përshëndetje dhe urime këtë përvjetor të madhe, të rëndës së madhe për lirinë e madhe të Kosovës. Një moto që ka këtu të shkruar sot, vijmë edhe një herë, këta burra, ky angazhim, kjo sakrificë do vije edhe 101 herë, edhe 1101 herë, sa tjetë kjo tokë, ky trull, ky popull dhe kjo liri. Andaj, jemi shumë krenar që kemi jetuar, vazhdojmë të jetojmë në epokën kur ranë si burrat dhe korifejt më të shmuar këta që sot po i përkujtojnë. Po ju them një rrëfim shkurtër duke mos ju marrë nga koha për programin artistik, sepse kur flasin njerëzit kështu si flas unë dhe pritet program artistik, mbase ngjajnë krokati këto gjëra. Pas luftës erdhi një vizitor nga Izraeli dhe më tha, Zoti Buja, mund të shkojmë bashkë për të vizituar varret e Jasharëve? Thash po, me krasi. Shkova me te dhe ai unë alte vari i parë. Atëherë mendonim se është vari i të madhit Adem Jashari. Më vonë u sistemuar. Dhe më tha, Zoti Buja, ka mundësi që unë të marrë nga shejtnia juaj për të qunë shejtnin time në Izrael? Nuk e kuptova njerë. Nxori një shishe plastike, mori dhe nga vari i parë Jashareve, e futin në çantë dhe tha, kjo shejtni jona duhet lidh me shejtnin tonë. Më besoni ka njëherë, ne jemi të vetëdijshëm cila është mrekullia e këtij realizimi, të këtij gjaku, kësaj sakrifice që është bërë. Të tjerët ne shmojnë shumë. Na kanë thënë, vazhdojnë të na thonë se ushtria shqiptare e Kosovës është guerila më e suksesshme e shekullit 20. A e themi ne, nuk e di. Por kjo familje që ra e tëra ishte mëshira e Zotit e hyut që i shpëtoi ata që janë trashëgimtar sot.
më gjeni një shembull të dytë ku u bë kjo sakrificë në botë dhe cili popull si u bë në familjen Jashari. Nuk do ta gjeni. Ju besoj, ju përgjërohem, kam eksploruar gjithandej dhe nuk kam gjetur. Andaj, një thirrje shumë e thjeshtë. Jo të krijojmë mite, sepse janë ato në mesin tonë dhe këto mite janë Jasharajt. Të tjerët bëjnë nga balta mitin. Ne kemi mitin gjallë dhe porosia ime më elementare, ta ruajmë, ta çmojmë dhe ta nderojmë. Lavdi gjithë dëshmorëve të rënë të kombit. Ju faleminderit të Zotin Ambuja. Të nderuar të pranishëm, në mesin tonë kem gjithashtu Zotrin e Gjatë Dacin, të cilin me lusim që të marrë një fjalë rasti. Shumë e respektuara familje Jashari, unë nuk kam qenë i përgatitur për fjalë, falenderoj organizatorin, por nuk është vështirë të jepet më e mira, më e sakta dhe më e vlefshmja për Jasharajt dhe epokën. Ndoshta është nder i popullit shqiptar dhe i Kosovës që shekulli 20 ose epoka e ndritshme e historisë për shqiptarët përsëritet vetëm 2 herë. Unë dikon 2005 në një kohë të vështirë që e kishim, them në Kosovën e lirë, kisha thënë dhe me andje përsëris gjithkund ku është e rëndësishme. Epokat shqiptare u shënuan një herë me kastriotët dhe dukagjinajt. Dhe hera e dytë ishte ajo që duhet mbahet mend me Jasharajt dhe Haradinajt. Prandaj rini e respektuar që jeni. Nuk ka gjë më të mirë se të bartet kjo. Dhe të jemi krenar gjithmonë në respektin e vlerave që kanë shënuar epokat, dhe me këtë shpresoj që të gjithë do të mësojmë që të nderojmë në radhë të parë vetveten nëpërmjet historisë tonë dhe pastaj të tjerët do të na respektojnë edhe më shumë. Ju faleminderit. Ju faleminderit Zoti Daci. Të nderuar të pranishëm, erdhëm tek çasti kur po shpalosim gjithë idenë e emërtimit Vim edhe një herë. Ju ftoj të ndiqni projektin artistik të përgatitur nga Fatmin Muja, nga i cili edhe morëm idenë e këtij emërtimi. Shfaqim para jush Vim edhe një herë. Marsi, ky muaj që bashkë me stinën më të bukur të jetës, ne sjell edhe kujtimin e mshushëm për ata që guxuan të mendojnë. Se çdo njeri i gjallë frymon, por jo çdo njeri që frymon është i gjallë. Të gjallërosh, do më thonë të jesh i pranishëm në botë, edhe me jetën, edhe me vdekjen tënde. E a mund të blej koha e humbur e atyre që frymojnë, më shumë se koha e atyre që me vdekjen e vetë i japin emër kohës. Jasharët, njerëzit që jetuan brenda kohës sikur të gjithë të tjerët, një ditë i lanë trupat e tyre në kohën e tashme, dhe me shpirtrat e tyre udhëtuan drejt e ardhmës.
që e kaluara të mbetet në libra, sepse ata para se t'i lexonin librat, lexuan veten. Sot, duke shfletuar albumin e fotografive që kanë fuqin të na flasin me gjuhën e heshtjes, ne që nuk e kemi këtë fuqi, u flasim atyre me gjuhën e fjalëve, edhe pse fjalët tona nuk mund të thonë më shumë se heshtja e tyre. Adem, ti që mbajte emrin e babait të mirësimit, na bën edhe njëherë të kthehemi tek piknisja jonë, dhe të mendojmë që çdo lindje është lajmi një vdekjeje, dhe çdo vdekje është një ngritje e një perdjeje për të cilës shfaqet realiteti i ekzistencës sonë. Çdo ditë e re na bën më të vjetër, por vitet nuk na ndajnë për jush, sepse zemrat e atyre që hanë për të jetuar e nuk jetojnë për të ngrënë, mund të durojnë çdo gjë tjetër veç ndarjes. Ne vim edhe njëherë tek dyert e kullës për të lexuar historinë e vetvetes dhe për ta kuptuar se durimi është më i fortë se dhëmbja. Ne vim pa trokitur, sepse dyert tua janë të hapura përjetësisht, ashtu si që e hapur zemra jote për të pranuar të vërtetën e përbatshme, se asnjë tokë të lirë nuk i mungojnë varrezat e dëshmorëve. Hamz nuk mund ta përmend emrin tënd, e të mos e ndjej se si del nga gjokë si thirrja jote që ne heq vetminë e jetës nga zemra, dhe na bën të mos harrojmë se çdo dhimbje ka fund, por çdo fund nuk ka dhimbje. Nuk mund të qëndroj në baltë o gjakut tënd, e të mos mi thot shpirti fjalet e të urtit. Të lumtur janë ata sy që mund të shohin fundin e gjërave. I lumtur është ai zë që mund t'i këndoj pafundësisë. Ne vim edhe njëherë për të dëgjuar këngën tënde, që koha jonë të mos mbetet të zbrazët pa fjallën, mos thuej mbarova, mos thuej mbarova. Non Zahide, shamia e kokës sate u bës një flamur që e mbështjell historinë e shkruar dhe të pashkruar të një kombi, edhe e ruan atë deri në ditën e mbrantë të kësaj bote. Ne vim edhe njëherë për të marrë një kafshat nga sofra jote, që trupi, shpirti dhe mendja jonë të jetojnë me urtësinë e mëqme. Se ne do të falim, por nuk do të harrojmë, sepse nëse harrojmë, që kuptim do të kishte falja?
Bac Shabani. Bora gjithmonë bashkohet me majën më të lartë e malit, ashtu si që bashkua plisi me ballin tënd të përndritur, nga agu i mëngjesëve që ty të gjënin të zgjuar. Ne vim, edhe njëherë në odën tënde për të çmallur, por takimi në shton mallin edhe me shumë. E si kur të mos nashtohej ky mall, si do ta ndjenim që ende jemi gjallë. Fëmijët e jashareve, pran jush, ne jemi të vegjël, por ju na bëni të mëdhenj. Vlera e fjalëve matet me kuptimin e tyre, e ju a kthyet kuptimin fjalëve tona, me të cilat ne u flasim fëmijëve tanë sot, që e djeshmja të mos i ngjajë të nesërmes. Na falni që ne nuk ishim pranë jush ato ditë, kur ju për neve janë ndërruat në gjyrën borës. Sa do të doja që të paktën, sa herë vjen marsi, ta kisha ndonjë fjalë tjetër, në vend të fjalës faleminderit. 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 Ata ranë për të mos vdekur kur. Dhe në këtë djenjë krenarie, por njëkohësisht në këtë djenjë malli, ftoj në skenë sërish zonjën Violet Kukajret Koceri që të prezentoj këngën Drenica ime. O drenica ime
Ftoj para jush këngëtarin Mehdi Paqarada me një këngë për dëshmorët. I ra gurit copo ba I ra lisit shpejt u tha E ku rambi bit shqipës si me rambi majet të thikës Në kull tre breza një mosh shkri S'kishte plak as gru as fmi Duart bashke kishin ba As në andër kur s'kish pa Me ba vdekjen tantu I qesh Në bot s'ka ndodh As rall as shpesh Bashk tre breza një kull Qlirimtar me një flamur
Shkinat vdekun e dëbam hor, ngrite I kulla meteor. Falë mu I tokë, ti që ngroti mban gjie, ti që dhimbje t'u ashërove. Thuaj, ti takoj ma ka mundësi, ndo një mars në përjetësi. Ligji I Zotit pas ka thënë, në lartësinë e pafundësisë, bashkë banojnë bijtë e lirisë. Pak sa mvrejtur legjendar, të betohem në ballin tënd, e në plisin që kullon gjak lirie, edhe në pajat e vashave mbyll në dry, e në lotin e ngrim në sytë nanave, në lojrat e të retura qiellit fëmijëve. Dje as sot as mot, rrita e liris nuk ndalët. Kosova është gjaku juaj që nuk falet. Dëgjojmë që fa na thonë varet. Bukur ju rinë gjaketat e grisura, andrat e qëndisura, magjet gati boshe, qiell e tokë, shtroj mbuloj, luftëtar plot vija në ball. Varet s'na mallkojnë. Ata mallkuan me tytën e zjarit, goditën për bindshin e shqiptarit. Nuk duhet kem frikë. Vajtimi mbi këtë dhe s'do grej fole, as dje, as sot, as nesër, as kur. Legjendar, ti e din, ke shok, ke që I ka lënë mbi këtë dhe, për çdo pikë gjaku që ka rënë, gjurmë lavdije kanë me lënë. Ne rritemi mbi kulla tua legjendare prekaz. Mbi lëndinat e gjakosura pika luti pikon. Qaj mbi varet e tua të hapura Kosovë. Qenja shpirtit në çmallje me eshtjen tuaj. Zemra pikon në dhimbje, arum lirie, hiri tënd kull. Kur s'u dogjen shtigjet e liris drenic, se të gjithë shqiptarët, ushtarët atë dheut I ke komandant. Ndaloj heshtur si kur vdes pran madhështis kull prekaz. Nga lartësit, mira e ngjuj krush lirie zbresin bashk, të gjithë bashk. Pak I mvrejtur legjendari, preki zjarmin në ballin tim vija plot. Hej, sovran, digju për këtë dhe, amanetin penge ke. Jo po, kush e thot se jem liksht, ku në çdo hap gjak edhe var. Rall, por janë ca armë që rinë nga ditu, kush provon një grusht të dheme na e marë. Ronit qet ju lartësive. Unë po kthehem, se më vjen me kjo. Dryshkun mbetur në kohë të mëdha, dal nga dal, por kem me la. Me ju I njoha legjendat. Kur këndoj më thonë vazhdo, kur valzoj më thonë rrugto si shota,
Shko tutje, shko. Kur dhimbja ma ka plon shpirtin, shpresin pran meje më gëzojnë. E kur jeta më del reale para syve, nesër lind dielli më thonë. Ju faleminderit. Në vazhdim të nderuar të pranishëm, ftoj nxënësit nga Gjimnazi Hamës Jashari nga Skënderaj me një recital. Unë jam pragu I kullës së gurit. Jam djepi I shkuar në plumb. Jam kenge për gjakun në lahut. Jam Feniks në nhi e në shkëro. Jam balad e murosu në mure, me ëndrën e gjyshërve të lasht. Unë Adem Jashari me kobure, dhe kokën I pari në mure të kalas. Gjëma dhe mallkimi rënduan mbi ty loke, për shumë mote. Loti dhe gjaku neve kurs në u thanë. Greku, Serbi, në rrugë për në thëqafje, këtë I pari ranë. Në për shumë sheku ju dhëtova, me të rastën në sqetu. Për një thë, dhe një I pa zë. Mu përgjigjen me një zë. Ahmeti, azemi e dadashut, u dogje me u poqem, por të koritun, s'na fal kjo tokë. Unë jam Azem Galica. E unë dadashut, që për nder të lokmadhes ja numrojnë atë shalnikut plumbat në kukë. A menduat moret fliqur, se këto male harruan gjëmimin, ka 3 metri mresha këdhe, që dhanë kushtrimin. Në Kale Megdan, gazetën mbrapsht të lexova, se kur s'po tako, ta lexoja për s'mbari. Dhe thira me zëtë qartun, o Ahmed Delia, a ka një sakisë dhe për mua mërej, se kështu nuk durohet kuria. Shumë herë vatrën na shëndrua në rënoja, e varët ndaj përzien me gjenaze ma gjypesh, e smulan t'i rëthoj. Nënën shqiptare ma sha, e ma dogje në votrë, por dorimi të erdhe I fundi kur ma që njerëzuan motre. Unë jam nën Zahidja, krah për krah me nënën Sal, që për tokën e prekazit, vdes krah për krah me djal. Më vishni me roba të liris, let gëzohe toka, për gjakun e vëllaut. Jo, nuk e fal motra, unë jam gjevëlla Drovci. E unë Hamz Jashari. Një dit lindje kemi gjithë, në një dit, kruja, vlora e prekazi. Do të bashkohemi në një sofe, se kështu na ka hije, mjaftë me na mashtruan me copë zalirije. Zemra do në ngrohet, në një shtet bashkuar,
se vetëm dielli plot ngro zemrën e coptuar. Kosovë, ti nën që përkunde djepe, edhe shikimin andej nga mali, se aty po zbresin sokolat liris, e në krye tyre, Adem legendari. Gjithë ky organizim është bërë edhe më i veçantë për një arsye të rëndësishme. Është botimi i librit me poezi dhe ese kushtuar familjes Jashari, që Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim e botoi duke përfshirë punimet e konkursit letrar. Nga poezi dhe ese që dërguan të rinjtë të rejat shqiptare nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Mëgjer, janë përzgjedhur 4 punimet më të mira që sot do të veçohen me një shpërblim. Ndërsa për gjithë ata që kontribuan në punimet e tyre në botimin e librit, po ashtu do të ketë nga një dhuratë simbolike. Patëm nderin që si juri për vlerësim të kem drejtorin e Institutit Albanologjik të Prishtinës, profesor doktor Hysen Matoshi, profesoreshën Mariela Progni, ligjeruese në Universitetin e Prishtinës, dhe magjistër Fitim Veliu, mësimdhënës i gjuhës dhe letërsisë shqipe. Dhe ftojmë magjistër Fitim Veliu që të marrë fjalën në emër të jurisë që të argumentoj për zgjedhjen e punimeve më të mira. Përshëndetje të pranishëm. Lejoni që në emër të jurisë të argumentoj për zgjedhjen e 4 punimeve më të mira të konkursit letrar Vim edhe një herë. Vendi i parë i takon punimit eseistik, pra eses Vim edhe një herë. Ky punim thurr në brendi temën si esencë të kërkimit, strukturën, pra është një temë kompakte e cila ka një figurë shumë të madhe letrare në cilën do ta prezantoj vetëm shkurtimisht sa për ta dhënë vlerësimin subjektiv. Kulla e cila është përdorur në këtë punim tani nuk është më vetëm objekt takimi e bisede, por kulla tani është simbol i qendresës, forcisë, e krenarisë, organizimi dhe kërkimit të përhershëm drejt forcimit të identitetit nacional. Udhëtimi në për 3 kohë që përdoret në këtë punim është një veçantë, koha e kaluar e tashmja sjell rrëfyese për të ardhmen. Pashtu, si esencë të këtij punimi kam zgjedhur 2 tipare, që janë të tiparet e humanizmit që veçojnë këtë punim. Tipari i parë, Vim edhe një herë, shquhet për tiparin humanist, si qendresë shqiptare që simbolizohet nëpërmjet figurës së heroit nacional Adem Jashari. Në këtë punim, autori nga heroi historik Adem Jashari krijon edhe heroin letrar kulturor shqiptar. Për ta bërë këtë, ai kombinon dëshminë historike të ndërthurur me tekstin letrar në një stil konciz. Pra autori, tash kemi Adem Jasharin si hero historik e kulturor të shqiptarëve. Punimi i dytë i takon poezisë me titull po ashtu të njëjtë Vim edhe një herë. Poezia e cila zë vendin e dytë, pra shënjon si paratekst të titulluar Vim edhe një herë, që përmban kriterin tematik, poetik e strukturor do të thotë punimit. Autorin në këtë poezi shkruan për Jasharajt pa identifikim emri. Jasharajt aty duken si fryme gjallë, si kujtim, si lot e si mall. Kjo është shenjë e spontanitetit dhe ike nga folklorizimi i panevojshëm i heronjve. Vetëm të citojmë një varg. Një, se sjell moll të kujtosh emra pa trup të gjallë. Molli këtu nënkupton kthimin e kohë, dashurinë e gjallë për kujtimin e kohës ngjarjes si fat të ekzistencës sonë nacionale. Autori ka parasysh se shkruan për ngjarje sublime, pra të mëdha. Sublimja këtu del në vargje që janë këngë të një himni brenda që është do thotë një vaj i shoqëruar me pik luti. Luti këtu është figurë emocionale e shpirtit të trazuar në kërkim të përhershëm të vetvetes dhe lotët se që vrejten dhe me hodhën shikim. Luti këtu personifikuar dhe merr tiparet e njeriu të qeshe. Jo syri, pra po luti. Aty ku shpërthen vaj, luti dhe dhembja, realia gjithmonë ngrihet mbi idealin. Ndërsa punimi i tretë e tashmja dhe ardhmja e ka zënë vendin e tretë sepse mungon e kaluara si vazhdimsi, do të thotë dhe si koherencë, si lidhje e të tashmes dhe të ardhmes. Armiku dhe kriminalet janë disa fjalë, do të thotë, të cilat ndoshta e pengojnë pak gjuhën e pastër dhe i thonë me tepër gjuhë vullgare dhe jo selektive të parimit të kriterit dallues. Stili si mungesë uniteti në shkrim, ndërsa
Punimi i katërt, që është simbolet e lirisë, shkrimi është më tepër se, por ka lënë në trajtën eseistik dhe të përshkrimit dominon shkrimi gazetaresk në plan të parë për ta lënë në plan dytë atë letrar, ndërsa esenca e kërkimit ka qenë në plan të parë parimi letrar. Ju faleminderit për ndëgjimin. Ju faleminderit zotri Fitim Veliu. Dhe në vendin e parë në këtë konkurs letrar është Liridona Gashi nga Isogu me esen Vim edhe një herë dhe për dhënë shpërblimin për Liridonën ftoj zotri Ram Buja. Në vendin e dytë, Arsim Jonuzi nga Kumanova me esen me pot njëjtin titull Vim edhe një herë dhe për të dhënë shpërblimin ftoj zotrinë e Gjatë Dacin. Në vendin e tretë, Albert Mecini nga Prishtina me esen e kaluara dhe e tashmja dhe për dhënë shpërblimin ftoj zotri Fatmir Muja. Në vendin e katërt, Flora Hajdarmetaj nga Shqipëria me esen simbolet e lirisë dhe për dhënë çmimin ftoi zotri Husamedin Abazi, kryetari i AKES. Urime për fituesit. Punimi më i mirë do të arsyetohet si i tillë dhe para jush, sepse tani do ta lexojmë atë. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Së pari do doja t'ju falenderaja shumë për organizimin që e keni bërë, që na e keni dhënë mundësinë edhe neve që shkruajmë, t'ju falenderojmë në mënyrën tonë, në atë të lapsit dhe të letrës, atyre që e dhanë jetën për ne. Çdo fjalë është e tepërt krahas veprave të tyre, andaj lutemi që Zoti t'i ketë mëshiruar familjen Jashari. Vim edhe një herë. Të jetosh do të thotë të marrësh frymë, por ka njerëz që vazhdojnë të frymojnë edhe pse s'janë më, e që veprat e tyre krijojnë histori. E ajo histori për cilët brez pas brezi për ta mësuar identitetin e vetvetes dhe të vendit ku jetojmë. Në udhëtimin e jetës do të ketë njerëz që do të gjurmojnë në të kaluarën tënde, që ta bllokojnë rrugën tënde drejt së ardhmës. Por kur e kaluara të jetë udhërrëfyese e së ardhmës, dhe kur në të kaluarën ka pasur njerëz që punuan dhe dhanë edhe jetën për të ardhme, vështirë se do të mundet dikush ta pengojë këtë ardhme. Një ditë njeriu vdes dhe shkon, por të vdekurit janë ata që edukojnë të gjallët. Një ditë kur marrim në dorë një libër dhe e lexojmë me kujdes, e shohim se janë ata që e shkruan historinë tonë, ata që e shtruan rrugën tonë drejt së ardhmës së lirë dhe të ardhmës së ndritur. Sërish vjen marsi, ky muaj i qëndresës e luftës, muaj i jetës e i vdekjes, muaj i fitores. Kur e shikoj kullën e jasharajve, më dalin lot. E si të mos lotos kur kujton gjitha ata njerëz të pafajshëm që u vranë atë kullë. Si të mos e urresh çdo ditë më shumë atë që pati zemër të vriste gra e fëmijë. Sepse zemra e njeriut ka kufi në dashuri, por jo edhe në urrejtje. Dhe aq shumë sa i deshte me ata
që u flijuan për këtë tokë, aq më shumë i urrejmë ata që na i marrën. Nuk e di a ka më të vështirë se kur nëna e sheh fëmijën e vet duke u vrarë. E kur fëmia nuk e gjen nënën e vet nga breshëria e plumbave. A ka më të vështirë se të ndahen fëmijët nga lodrat e në vend të tyre të jetojnë me armë e me plumba? A ka më të vështirë se sa të vriteshin ato filizat e njoma, ato lule të sapoqelura? Në familjen Jashari Ninulla të zëvendësuan me këngë për liri, por edhe me krisma pushkësh. Fëmijët e kësaj familje legjendare u rritën në frymen e adhedashjes dhe të urrejtjes së armikut, atij që u aprishi gjumin. Atij zemërprishuri që ja zëvendësoi lodrat e këngët me plumba e armë. Atij që sikurse i shkëputi nga lodrat e gëzimi, i ndau edhe nga jeta. Sa të vegjël jemi ne e fjalët tona para tyre. Madhështia e tyre na bën që të përulemi dhe të falemi për sot, për nesër e për mot. Thonë se koha i shëron plagët, e plagët tona ndoshta një ditë do të shërohen, por do të mbesin gjurmët e këtyre plagëve. Nuk mund dhe nuk bën të harrohen, sepse sa herë vjen marsi, lule qeli nga gjaku i tyre që u bë kurban për liri. E thonë se njeriu është më i fortë se guri, e ky gur u bë dhe shkëmb në mbrojtjet e atë dheut. Nga ata që jetën e deshtën pa aq sa ne, por lirinë e deshtën edhe më shumë se jetën. Jasharët, ata që patën guximin të dilnin përballë armikut të përbetuar. Ata që nuk e kursyen edhe antarin e fundit të familjes, ata që vetëm fizikisht s'janë me ne, nga se veprat e tyre janë në çdo cep të vendit, në çdo zemër shqiptari. Vitet kalojnë, por s'na ndojnë nga ju. Ne vim edhe një herë tek ju, sepse gjejmë kujtimet e së kaluarës dhe themelës të së ardhmës. Ju vini edhe një herë tek ne, sepse dyert tona do t'jenë të hapura për ju. Kjo tokë ju takon juve më shumë se neve. Ju ende na bëni roje nga atje ku jeni. E ne ju bëjmë homazhe e ju nderojmë sa herë që ecim rrugëve që ju dhat liri. Sa herë që vim atje te kulla stoike që kurrë nuk ju shemb o gjaku. Jemi shqiptar, kosovar. Mbi këtë dhe ishim, jemi dhe do t'jemi gjithmonë dhe askush nuk na ndan nga kjo tokë. Ku bac Ademi e bac Shabani derdhen gjakun për ne. Ku plisat e tyre të bardh asnjëherë nuk u përulën para armikut. Nuk e lëshojmë këtë tokë në dorën e askujt. Nuk e ndalëm rrugën e nisur nga jasharajt, nuk u lëm amanetin në gjysmë. Vuajtëm e u shkelëm, por asnjëherë s'u dorëzuam. Dhe tani që jemi të lirë, nuk lejojmë të shkelem varret e jasharajve. Për ne erdhi dita, por këtë ditë ata na e sollën. Sa herë më kujtohen pamjet të kufomave të familjes Jashari, lotët më tradhtojnë. E zemra më themb, sepse mu vran motrat, vëllezrit e nanat e baballaret. Nuk mund të jetojmë pa i kujtuar ata njerëz që na sollën këtu ku jemi sot. E nuk mund të mos qajmë kur ata që ishin më meritorë të kësaj lirie nuk e gëzuan dot. Armiku deshi ta shuante këtë familje bashkë me jetët e tyre të merrte edhe historinë me vete. Por jo, nuk arriti ta bënte. Pjesëtarët e kësaj familje, të shpëtuarit nga kjo luftë mizore, i treguan gjithë botës se çfarë u bëra atyre armiku serb. Se si nuk pati as pikë mëshire kur i vrau pleq e fëmijë. Si shkeli mbi trupat e të vdekurve duke kënduar e duke u mburrë më të bëmat. Ata kënduan, festuan e u argëtuan mbi gjakun e fëmijëve të pafajshëm. Sa njerëz të pashpirë që prapë se prapë ringjallët kjo familje. Fëmijët që lindin i pagzojnë me emra të mëdhenj. Dhe sa herë përmendet emrat e tyre, kujtojmë Bac Shabanin, Bac Ademin, Bac Hamzën, Hidën e të gjithë herojnë të kësaj familje. Ne vim edhe një herë të kjo. E në zemër na zgjohet kushtrimi për liri. Sot vini për të mos u harruar.
Në zemra na jeni vullosur dhe nuk na fshiheni kur. Ju jeni lumturia pas trishtimit, jeni paqja jonë pas luftës, jeni ylberi ynë pas shiut, jeni ju, familja Jashari, të pavdekshëm edhe atëherë kur ne s'do t'jemi më. Sepse çdo ditë e jetës suaj ishte një faqe e biografisë së popullit tonë. E ju kujdeset aq shumë ta shkruani. E një ditë, kur këtë libër ta lexojmë, të kujtojmë të kaluarën tonë dhe mbi të ta ndërtojmë të ardhmen. E në këtë ardhme, t'ju kujtojmë me nderim, se një popull që e harron të kaluarën, ajo mund t'i përsëritet. Ne vim çdo herë tek ju për të marrë krenarin, qetësinë dhe bujarinë. Faleminderit që ekzistuat. Faleminderit atë që e mbrojtët atë që u munduan të na e merrnin. Faleminderit Zotit që jetuam një epokë me ju. Fatmir Muja thot: çdo ditë e re na bën më të vjetër, por vitet nuk na ndajnë prej jush. Ne vim pa trokitur, dyert tua janë të hapura përjetësisht, ashtu si që edhe zemra jote për të pranuar të vërtetën e përbotshme, sa asnjë tokë të lirë nuk i mungojnë varresat e dëshmorëve. E dëshmorët kujtohen nga ne për të bartur amaneti i tyre, për ta lutemi që Zoti t'i nderoj. Të nderuar pranishëm, në dalje në fund të programit, të gjithë të ftuarit do të marrin nga një kopje nga libri Vim edhe një herë. Sërish në emër të Asociacionit për Kulturë, Edukim dhe Arsim dhe në emrin tim personal, ju falenderojmë pafutësisht për prezencën tuaj. Këtu dhe kemi përfunduar këtë eveniment madhështor për të vazhduar në çdo mars në vite e shekuj. Do vim edhe një herë. Shumë faleminderit dhe mirëmbëjtje.